Gjesë dhe vërë teleshikues, jemi në koha për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e premte, data shënon 29 maj 2026, është dita 149 nga 365 tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:12 minuta, ndërkohë që do të perëndoj në orën 20:05. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat, në pjesën e tretë do të jemi me avokatin Erald Daga dhe në pjesën e katërt më pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Blokimi I kompanisë, kush po I drejton sot tatimet, ushtarët apo profesionistët, sulmi ndaj biznesit, hiqi profesionistët, mbaj ushtarët, kjo është filozofia e re në administratën tatimore në drejtimin e Ilir Binajt, largimi zyrtarëve që kërkojnë zbatim të ligjit dhe zëvendësimi I tyre me njerëz që zbatojnë urdhra, ka ngritur alarmin brenda vetë tatimeve. Rasti I birës Korça është simboli një administrate ku procedurat, transparenca dhe profesionalizmi po zëvendësohen nga presioni dhe vendimet arbitrare. Kur kërkesa për dokumente konsiderohet pengesë dhe jo detyrim ligjor, atëherë problemi nuk është më thjesht administrativ, por institucional. Kryeartikulli I Panoramës. Nazistët e dogjën 3 herë Borovën, por nuk e prekën bira Korça. Sot tatimet kërkojnë të dëmtojnë me çdo kusht fabrikën historike. Korespondenca e subjektit Bira Korça dhe drejtorisë së mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara pranë drejtorisë së tatim paguesve të mëdhenj Tiranë, BTM. Speciale për godinën e birës Korça, por edhe biznesin e suksesshëm, më të suksesshëm në fushën e prodhimit të birës në Shqipëri. Gjeni materialin e plot në faqet 2, 3 dhe 4. Titujt të tjerë, përse u largua nga puna drejtoresha e mbledhjes borxhit për tatim paguesit e mëdhenj, fill pasi zhbllokoi llogarit e Bira Korça. Konflikti pas urdhrit për bllokimin e llogarive. Në faqen 4, materiali I plot. Intervista, integrimi gradual, Kurth, Zef Mazi, pse procesi po zvarritet. Faqet 15 deri në faqen 17. Kompensimi I listat e reja me pronarët përfitues nga fondi I veçantë. Dramaturgu në dramat e tij mungonte Enveri, sfida që Fadil Kraja I bëri kohës. Në faqet 12 dhe 13. Më 1937, kur qarqet akademike gjermane propozuan Gjergj Fishtën për çmimin Nobel, shkrimtari I parë shqiptar I nominuar, në faqen 14. Shohim dhe hapësirën opinion. Territorialja, e rrit apo e zbe demokracinë vendore, nga profesor doktor Arben Malej, në faqen 19. Dhe Albert Rakipi sjell në faqen 18. Italia strategjike, ku është Shqipëria? Ky është opinioni I fundit, njëkohësisht dhe titulli I fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e Telegraf. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të premte. Shqiptarët të zënë grac nga varfëria dhe pabarazia. Analizë nga profesori asociuar Ilia Larti. Problemet sociale në Shqipëri po ndikojnë në shëndetin mendor të qytetarëve dhe pensionistëve, ku ndryshimet e ligjeve po u hedhin poshtë djersën e gjakun, duke mos u vlerësuar vitet e punës. Korrupsioni dhe padrejtësia po gërryejnë besimin e publikut tek leadershipi dhe institucionet, pasi tek ne dominojnë pabarazia, ligësia, demokracia e brisht, lirit dhe të drejtat e harruara, varfëria, papunësia, dhuna e rrugës dhe mungesa e integrimit social. Faqen 10, materiali I plot. Kryeartikulli Telegraf, ku reklama e qumshtit Erzeni shndrohet në një turp kombëtar. Reagon shoqata Labëria nderi kombit, nuk ka më turp.
marketingu pa identitet i punishtes Bulmetit, fyerje ndaj polifonis Labe. Për të mbuluar krizën e saj nga përzierja e vajt palmës me qumësht pluhur, vendos koka lopësh në vend kokave të njerëzve me veshje polifonike. Kreu i Labërisë Agim Qiraku, turp të kafshëzosh një krahin të tërë që është djepi i trimërisë, kulturës dhe mençurisë. Kush ua ka miratuar etiketën? Profesor Shezai Rokaj, njerëzit janë mësuar me çudirat që ndodhin herë me qëllime, herë nga budallallëku. Shoqata Labëria, thirrje supermarketeve dhe banorëve të Labërisë. Stop produkteve të kësaj kompanie, as mos i pranoni dhe as mos i përdorni. Tituj të tjerë, 35 vjetori i Partisë Socialiste, Edi Rama socialistëve në Korçë. PS e ka ngjitur Shqipërinë drejt BE-s, kemi mbyllur fazën e çeljes së kapitujve. Deputetët e Partisë Demokratike, kërkesë Sejkos për skandalin me Jet Bank, duam transparencë për licencimin e bankës digjitale, rreziqe për sigurinë. Frank Shkreli ish drejtori i VOA-s, kur një komb harron gjigantët e vet, Naim Frashëri, Gjergj Fishta dhe kriza e kujtesës kombëtare shqiptare dhe politikës. Në faqen 11. Pazaret e betonizimit, Pacolli tërheq këmbën zvarr për sherret, plas grushti edhe mes pronarëve të Manastiri Resort, për pikën e voçkël të Kumbaros në gjirin e manastirit. Alp Krom pezullohet për mbetje të rrezikshme, eksperti shkaktojnë kancer dhe smundje gjenetike. Qereti nën presionin e betonizimit, banorët kërkojnë hetim nga SPAK për ndërhyrje në Lagunën Blu. Sociale, inxhinier Nikon Naska, sistemi i energjisë elektrike i vjetëruar pa prosperitet ekonomik, numri i vogël i gabinave lë pa drita qytetarët. Agron Mema, zjarret, rreziku prej tyre dhe indiferentizmi i pushtetit. Mjeku në familje, lista me ushqimet dhe pijet që duhet i shmangni pasi kanë efekte negative në tru dhe shkaktojnë dëmtime dhe humbje fokusi. Studimi që zgjat jetën dhe si të luftoni anoreksin. Në faqen 23. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për këtë premte. Përtej fasadës, mjek që vonohen 6 stola për qindra të moshuar dhe një sallë që kthehet në sauna. Denoncimi i gazetarit Osman Stafa zhvesh propagandën. Pacientët e moshuar dhe të smur nga e gjithë Shqipëria përballen me kushte njerëzore, pritje të gjata dhe mungesë të theksuar infrastrukture te qendra e konsultave. Në faqen 21. Pranga dhe intriga, drejtësia e re dhe një hartë paranojash. Rasti Veliaj, 15 muaj në burg virtualisht, duke sfiduar edhe gjykatën kushtetuese përballë Berishës dhe dhëndrit të tij të lirë për akuzat e kapjes së shtetit dhe po u mbyllen dosjet e vrasjeve. Nga një anë ankohen pse parlamenti nuk u adërzoi Ballukun dhe nga ana tjetër gjykata e lartë voton kundër vetes së saj dhe kundër gjykatës kushtetuese për një zëvendësim mase arresti me paraburgim, si në rastin Veliaj. Në faqen 3, materiali i plot. Timonierët e fundit kohës si po e mban peng gjysmën e botës nxitimi biologjik i pleqve të pushtetit. Gerontokracia globale dhe rreziku atomik. Një analizë mbi faktin që 5 shtetet më me peshë në glob, SBA, Kina, Rusia, India dhe Brazili, që përfaqësojnë 45% të popullsisë dhe gati gjysmën e ekonomisë botërore, qeverisen nga lider që kanë kaluar pragun e të 70-ave ose të 80-ave. Faqen 2. Tituj të tjerë, rasti i Juglindjes,
anatomia e një dështimi me politikat e rekrutimit dhe mbajtjes së mjekëve në rrethe. Spitalet rajonale në Korçë, Pogradec, Kolonje dhe Voll po përballen me një zbrazje të frikshme të mjekëve specialistë. Në brendësi, paradoksi i rritjes përballë brishtësisë politike, rasti spanjoll, një analizë mbi luftën e Trump me tarifat, ekonomi dhe botë. Rubrika e shëndetit. Pacientët me kancer blejnë barnat, shteti financon terapi hormonale për transgjinorët. Një sistem shëndetësor që dështon të garantoj minimumin jetik për pacientët kronik që luftojnë për jetën. Denuncimi banorëve për lagunën blu, situata në Qerret. Pse Albin Kurti po merr shembull Finlandën? Politika e mbrojtjes. Skema e 2012-ës glabrimi i kepit palit, si u tentuat privatizoj baza ushtarake për rezortet e familjes. Skema Maltezi Fazlić, kur pushteti shkarkonte ushtarakët që nuk firmosnin grabitjen e pronës shtetërore. Në faqen 6. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Dita për ditën e sotme. Do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. 21 janari drejt kalendave greke, SPAK i gjunjëzuar para Sali Berishës. Familjarët e viktimave të masakrës së 21 janarit ankohen te Bashkimi Evropian për zvarritjet e hetimeve për dosjen e vrasjeve në bulevard. Faqen 3, materiali i plot. Spartak Ngjela paralajmëron tërmet politik në Shqipëri. SPAK gati për goditjen finale ndaj pushtetarëve të korruptuar. Ja çfarë pritet ndodh. Belinda Balloku mban peng integrimin drejt Bashkimit Evropian. Holanda dush të ftohet për qeverinë pas raportit i Bar. Ambasadori i prish festën e Edi Ramës. Europa kërkon institucione të forta dhe jo ligje për fasadë. Ja kur do të nis gjyqi i shekullit për çiftin presidencial. GKK cakton datën e seancës parë për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin. Kush është gjyqtari që ka në dorë fatin e dosjes së korrupsionit? Dosja e dyshimte e vettingut të Ilirian Mandros, të tjera detaje nga pasuria e dyshimte e rektorit të Akademisë së Sigurisë. Nga apartamentet në Tiranë Vlorë, llogarit bankare, te shkollimi i 70.000 euro i vajzës jashtë shtetit. Tituj të tjerë nga gazeta Sot për këtë të premte. Kompania zviceriane Cherry Airlines anullon fluturimet drejt Shqipërisë pas bllokimit të aeroportit Vlorës nga Balluku. Dyja grup akuzojnë gjykatën e lartë për vendim të diktuar dhe ndërhyrje të palishme në pronësinë e aeroportit të Vlorës. Geron Meçe ndërtime miliona euro me Migena Shredder dhe prestanomet e Daniel Shimës jashtë kufive. Nga kompanitë të transaksionet që i nxjerrin zbuluar, ja fiet që lidhin ish numrin 2 të akshit me investimin 27 milion euro në jug. Avion privat, darka në Paris me Ramën dhe 8.6 milion dolar të vjedhura. Ronnie Fett përfundon në gjykatën e Miamit, si u skedua në SBA biznesmeni izraelit që mori monopolin e industrisë ushtrisë shqiptare. Lidhjet me kryeministrin i kushtuan 30 milion dolar në Shqipëri. Faqen 6, materiali i plot dhe materiali i fundit nga gazeta Sot për ditën e sotme. Do të vjojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Superioria 30% e klubeve me merkato të bllokuar. Vllaznia, Tirana dhe Skënderbeu kanë çështje që duhet i zgjidhin sa më shpejt. Kategoria e parë me 2 ekipe, Bylisi dhe Kastrioti, epidemia rrezikon të përhapet.
në faqen 8. Krye artikulli Panorama Sport, kombëtarja Maran do të ndërtoj një skuadër fituese. Trajneri i kuqezimve zbulon listën për misoret e qershorit, jashtë disa nga titullarët. Shqipëria ka shumë potencial, ndryshimet do t'jenë graduale dhe të menduara. Trabzonspor nis ofensiva për transferimin e Myrto-Uzunit në kampionatin turk. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Tekniku Elbasani blindon Gvozdenovicin, vjon projekti Verde Blu. Vllaznia në Shkodër luten për Dinamon, kujtohet historia. Egnatia, pa ndryshime, Dede besonte formula fituese. Dinamo, Teixeira gati në pritje për dyshen, Bregu Dita. Partizani diferencat gjatë sezonit, faza e 3, mrekulli e kuqe. Akuza e drejt për drejt kushta, fondet e sportit shkojnë për të huajt, jo për vlonjatët. Kategoria e parë, dorëzohet Butrinti, ku kësi mbjeton mes polemikave. Në faqen 9. Tituj të tjerë, botrori 1982, botrori i zgjeruar, por Italia bën tris. Kuadër të dosjerit mbi botrorin që ka nisur si kategori në gazetën Panorama Sport. 8 shtete fituese Kupa e Botës, 10 fakte për trofeun më prestigjioz. Rudgulit Milan, çfarë drame, Leao, se di çfarë kanë kokë. Seria A, Allegri drejt Napolit, 3 këndësh për Portën e Juves. Tenis tërmet në Roland Garros, eliminohet italiani Jannik Sinner. Në faqen 14. Me tenisin e mbyllim këtu faqen e parë të gazetës më të madhe sportive në vend Panorama Sport. E gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri, ndërkohë do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Bllokimi i kompanisë, kush po i drejton sot tatimet, ushtarët apo profesionistët? Sulmi ndaj biznesit, hiqi profesionistët, mbaj ushtarët. Kjo është filozofia e re në administratën tatimore në drejtimin e Ilir Binajt, largimi zyrtarëve që kërkojnë zbatim të ligjit dhe zëvendësimi i tyre me njerëz që zbatojnë urdhra, ka ngritur alarmin brenda vetë tatimeve. Rasti i Birës Korçar, simboli një administrate ku procedurat, transparenca dhe profesionalizmi po zëvendësohen nga presioni dhe vendimet arbitrare. Kur kërkesa për dokumente konsiderohet pengesë dhe jo detyrim ligjor, atëherë problemi nuk është më thjesht administrativ, por institucional. Krye artikulli Panoramës, nazistët e dogjën 3 herë Borovën, por nuk e prekën Birën Korça. Sot tatimet kërkojnë të dëmtojnë me çdo kusht fabrikën historike. Korespondenca e subjektit Bira Korça dhe drejtorisë së mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara pranë drejtorisë së tatim paguesve të mëdhenj Tiranë. Një material special në faqet 2, 3 dhe 4 mbi atë që po ndodh me Birën Korça dhe abuzimet e drejtorisë së detyrimeve tatimore. Tituj të tjerë, përse u largua nga puna drejtoresha e mbledhjes borxhit për tatim paguesit e mëdhenj, fill pasi zhbllokoi llogaritë e Birës Korça. Konflikti pas urdhrit për bllokimin e llogarive. Në faqen 4, materiali i plot. Intervista, integrimi gradual Kurth, Zef Mazi, pse procesi po zvarritet. Kompensimi i listat e reja me pronarët përfitues nga fondi i veçantë, në faqen 22. Dramaturgu në dramat e tij mungonte Enveri, sfida që Fadil Kraja i bëri kohës, në faqet 12 dhe 13. Shkrimtari shqiptar
i parë i nominuar. Më 1937, kur qarqet akademike gjermane propozuan Gjergj Fishtën për çmimin Nobel. Materiali interesant në faqen 14. Ndërkohë, hapësira opinion, profesor Dr. Erben Malaj shkruan në faqen 19. Territorialja e arrita po e zbe demokracinë vendore. Dhe Albert Rakipi sjell në faqen 18. Italia strategjike. Ku është Shqipëria? Ky është opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare. E gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë, ne me Gazetën Panorama japim këtu fund shtypi ditës për ditën e sotme, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatën në studio. Publicitet. Kthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e premte, 29 maj 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Klevi. Përshëndetje, zotëri. Nuk doja të merja sot, po se po lazje, po më tërhoqë vëmendjen një artikull aty te Gazeta. Po. Se nazistët thoshe e doqen 3 herë Borovën, por nuk e preken birën kosë. Po. Shpëtarë të eqmit më vërret. E vetë mja, se shpesh herë, këta të majtët thonë, u prishën uzinat, u prishën fabrikat, u prishën kombinatët. Po eri demokracia në pushtet. Por ja, i vetë mja krenari biznesi në industri ka qenë vetëm bira kosë. Me licencë ndërkombëtare, që ka fituar çmim evropian. Edhe kjo vëllot, si ka bënë me kësajne? Se nuk përënon shovinistët grek, as pushtuesi serb, pushteti aktual. Po nuk është vetëm i rast kë. Pushtuesi huaj, nazistët gjerman, kur erdhën, as teatrin partizan nuk e shemën. Ta shemë edhe teatrin kombëtar. Po nuk është rasti i dytë. Pushtuesi huaj, 39-44, pushtoi Shqipërinë, Tirana nuk e la pa kryeqytet. Kryeqyteti nuk e la pa bashki. Para kanë qenë pushtu kryeministra kolaboracionist, Shevqet Velaçi, Mustafa Kruja, Recep Mitrovica, Eqerem Dipokova. Tirana pa kryetar bashkia nuk e lidhin ata. Edhe pushtim. Jo e Tirana, edhe kanë pa kryetar bashkia. Para, ky që do të çojë Shqipërinë në Europë. Kush pa bën? Pushtuesi. Pushtuesi pa bën, jo, pushteti. Edhe dela i slogani komunist që armiku bërshëm më rrezikshëm se armiku jashtë. Po shumë për kjo. Kështu do shkojnë në Europë ky pushtet. Ju falenderoj, ju uroj. Faleminderit ju zotëri për telefonatën. Përshëndes, presim një tjetër telefonat në studio. Karën linja. Presim dikë tjetër, janë disa telefonata në pritje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri, e mbyllim. Filem hapësirë dhe qytetarëve të tjerë. Presim një tjetër telefonat. Alo? Përshëndetje. Je, kemi vot me këtë gazetarin, morë. Je drejt për drejt, zotëri, apo flet me këtë gazetarin? Je drejt për drejt. Alo? Përshëndetje, zotëri. O, jam bëjnë që të jenë nga Puka, morë. Përshëndetje, Puka. Morë burë dhatë, janë kështu rogët, janë kështu rogët, janë kështu pensionet, qështë janë orë, mu, ato që ka një për me në mu nuk ka shtu kur nek, që të fjasë nuk e di. Nuk e një marrë shtes pensioni? Nuk gjoj zotëria, gjithsesi, eftojmë që telefonoj sërish. Po, zotëri, pëse la mbyllë më zotëri? Po, zotëri ke folur, aq ke folur, sa që duhet ta mbyllësh vetë. Presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atere, zoti gazetar, Edi Rama, padroni i Shqipërisë që në këto momente, ose Partia Socialiste nga 2005, deri sot nuk ka bërë zgjedhje. Vetë zgjedhjet e Edi Rama, firmoz Edi Rama, të gjitha të brenda në PS ndjen të kërcënuar. Të janë të vërtetuara se ata flasin fakti që do të ishte e vërtetuar nëse do të ishin bërë zgjedhje. Për sa kohë nuk janë bërë zgjedhje,
do ishim përzgjedhje publike do vërtetoheshin, tregojnë që është vërtetuar që Edi Rama është vetë zgjedhur gjithmonë. Këta që ju marrin telefon, i ka ngelur syt gjithmonë nga opozita pa rregulluar partinë e tyre, që është një parti që gjysmën i ka në burg, gjysma tjetër janë për në burg, kanë vjedhur miliarda euro, çdo ditë dalin skandale të reja vetëm nga Partia Socialiste, dhe do dalin akoma zhdukja miliarda eurove, dhe këta u kanë ngelur ora gjithmonë te Sali Berisha. Sali Berishën e votoi populli, ta gëzojnë ata që theshën, le të vazhdoj rrugën. Nëse nuk do e votoni, nuk do e donin. Kështu që ta vlen mendin, problemin e kanë të Edi Rama. Edi Rama është kryetar gjykate, kryetari i EDOS-së, është drejtori e emergjencave, ministri i mbrojtjes, ministri i shëndetësisë, ata tjetë janë thjesht kugulla. Ai vendos, ai rregullon, do rregulloj dhe aerodromin e Vlorës mbas 5 vjetësh, nëse do ta rregulloj për të vite, se i ka kaluar dhe afati skadencës që ka thënë në gushtin që vjen do filloj fludurime, do vinë, çdo gusht që ka kaluar, për 6 vjet s'kanë thënë asgjë akoma se nuk i dihet, ja hedhin fajin në kompanive, me fjalë pronari i Shqipërisë është Edi Rama, fajin e kanë kompanit. Nëse donte Edi Rama, baronte aerodromi 1 muaj punishte, nuk do vende 5 vjet. Të janë histori që janë të njojtura. Për sa të jenë tani qeveri, Shqipëria do ketë probleme të mëdha me vija. Pa fund, drejtësia është e kapur nga Edi Rama, nga gjithë organizata Edi Rama. Emri Edi Ramës është përmendur në disa gjykata evropiane dhe amerikane, dhe e fundit në Londër. Edhe pse patronazhistët e marrin si qesharake, e di shumë se Londra dhe New Yorku janë 2 shtete që nuk luhet me drejtsinë e tyre. E kanë vërtetuar, do ta vërtetojnë dhe një herë, se ata ish një dhe do t'jenë mbretëria e botës. Ata paqëruesit e botës. Bashkëpunim patjetër dhe Gjermania, që nuk po lë, pjesa tjetër që janë bota e 4 e 5 që ishin viktima rusët, u vranë, u prenë, edhe vazhdojnë të sulmojnë. E qartë, zotri, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Faleminderit dhe ju uroj për këto emision tepër pozitiv. Faleminderit shumë, zotri. Urdhro. Tashti unë nuk e dia do i përgjigjen e juve një pyetje e time. Po do përpiqem. A ka në një vend në rregull toksor që shteti bën njësim pensionesh, që bazon pensionet e vogla, më vaj bën, të gjithë pensionistët e kanë pensionin njësoj. Se këtë bën për shteti ju sot, Edi Rama. Po rrit pensionet e vogla në vajt i lënë vend. Do vi një kohë që pensionet e vogla do bëjnë njësoj me të mëdha. Dhe gjithë pensionistët do marrin pensionin njësoj. Kjo është logjika e këtij shtetit tonë sot, sa i ta kuptoj. Po nuk e kam bërë, ku e kam bërë këtë? Po më bje kejta, si që një janar ka filluar. Por shumë pensionet e vogla, një minut, pensionet e vogla ujtë me 8.000 lekë apo jo, një janar. Ja, pensionet e vogla, pensionet e pjeshme me 800 lekë. 900 euro, apo jo? 900 euro marrin deri në 800 lekë të reja maksimumi. Pensionet që janë mbi 200 euro, që janë, po, mbi 200 euro që janë. A, po pritë ky do marrin një janar në shkurt, të mars, të prill, të maj, qashtor, një vitin. Do vi mas i vita këtë pension njësoj me atë që merë 300 euro. Po jo më zotri se njëjtë me çdo muaj, 8.000 lekë me çdo muaj. Nuk është se merë çdo muaj i shtohet nga 8 në 8 bëjnë 16.32 etj. Nuk shumëzohet. Çdo muaj nga sa merë? Çdo muaj? 8.000 lekë morë burë të maruara, 8.000 lekë të vjetra. Çdo muaj? Po çdo muaj. 8.000 lekë aq merë, as më shumë as më pak. Po edhe ajo është talje xham, edhe ajo talje është. Po pikërisht, pra, nuk është se i ka rritur gjë këtyre në pensionet vogla, ndërsa ata që e kanë pensione plot deri në 400.000 lekë marrin 18.000 lekë. Ai që merr me 200 euro nuk merr fare ama, nuk e merr as 8.000 lekë. Jo, është me kategori. Shiko, nëse ke pension të pjesshëm, mbi 220.000 lekë nuk e përfiton. Nëse ke pension të pjesshëm. Në të lajmet e fundit që po dëgjoj me që do rringë pensionet. Ai në lajmet e fundit. Po lemër zotri lajmet, çfarë lajmet kanë? Unë sa kohë kam me këtë punë që merrem me këtë punë, me gazetat edhe me këto, vetëm rritje pensioni, po nuk kam parë unë realisht të rritet pensioni, zotri. Vetëm këto bonuset që janë dhënë, po kaq. Mos u merr me ato lajme. Kjo është mashtro se diçka do ngelet xham po gjë. Si për asaj gënje se diçka do ngelet. Këtë lloj faleminderit që ndjot. Faleminderit, përshëndes. Presim i tjetër telefonat në studio.
Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, zoti gazetar. Përshëndetje, zotëri. Ure përshëndes të telefonusin para këtia, a i pori të mamë realitetin si gjurë sen. Po ka për të në i gjë, vetë për bëjnë. Bashkimi Europian. Po që si vetur të Bashkimi Europian, me atë palokosin, që e mbanë ati, po lejojt e Bashkimi ato puthje, në mesë publiku të shikon tërë bota. Ta si Bashkimi Europianës, apo Bordelli Europianës. Që janë këto puthje ati më në mesë. Ti takon njerëzit kur vete për vizitë edhe ata, vajti për vizitë, takoj, kash, qaj bëri? Jo, vajti për vizitë, vajti për Bashkimin Evropian, jo për vizitë, vajti për qip. Po pra si përfaqësues shtetror, vajti për vizitë Bashkimin Evropian dhe takoj zonjën Bujtse. Ore, tashi a i vajti për mbledhje, apo vajti për të puthur? Po tash i vajti për mbledhje, po do e puthi para, si të filloj mbledhje, pa i folur fare. Tash e puthi atje në mes atyre njëzve, mo. Po rejtë Bashkimi Evropian, nuk është Bordelli Evropian. Ati tumë që vi asaj, kosit, i qëri ma të kosit, atë kosit, shumë për dalë, për posë fare. Ne s'po heqim do të asnjë nga këta këtu, do heqim e në ata atje, hajde. Gjate unë kokë në i pufa mdeja, pufa mdeja, turti u i, si Bashkimi Evropian, si edhe ati palosi shqiptar. Turti u i me ato zhjese që bëna ju atje. Faleminderit. Mirë, zotëri. Faleminderit për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, zotëri. Unë kam kapë gjithmonë tema të vështira, po nuk e di si vlerësohen, nuk në më vjen dhe keq. Unë në them se kufit e luftës civile, brenda Shqipërisë janë preku. Dhe nuk më njeshi në këtë është Hyshen Belliu Grup, që di është stacioni 104 që flet me vlera të jashtëzakonshme, që dëgjon gjithë botat, gjithë shqiptarët. Unë them se tani erdhi momenti pse? Sepse kjo vjetë filloi me resortin kam qenë në Golem, dhe pash me sytë e mi, si rëzoj gjithat resort, vetëm për egon njerëzore, që të thyje gjurin Hyshen Belliu Grup, që është nga më të vlerësuarit dhe më prestigjozët në Shqipëri. Unë them propozojmë dhe propozoj këti qullit të pazir të këtia Mariam Begës, tamam qullit pazir, se ai nuk e kupton dhe nuk e ngrë këtë. Është nga goditjet më të rënda që bën për herë të dytë Palloshi. E bën që ta zeroj, ta rapshoj zhvillimit në Shqipëri. Nuk janë pak këto zotri, nuk janë pak që të thoni popullit ngreuni. Nuk kam interpretim ndryshe. Ngreuni o popull se kur ai fillojmë që me aksisat vjetë të birës Korça, tani fillon të shkatëroj me mënyrat më të zeza. Ne shikojmë si vepron ai dhe ju rini, prandaj duhet ngritu zëri nga gjesa mos se po ai u mori ushtrin që u rëzoj. Ai bëri gjëra të pabëra. Unë them se nuk është Kievi që sulmohet e Rusia atë. Është më i rrezikshëm atë gjithë, është Palloshi i Shqipërisë, që vetë përputh duart dhe e zonjave që gjënë në Evropë edhe në botë. Nuk është qeveria jo njerëz. Ai është një gjë keqe. Mos më rini kështu. Jo, nuk ka lezet të rini ju. Bëni thirrjet të plota, në mënyrë me panele, me të gjitha. Ore, rrëzimi birës Korça është luftë. Nuk ka asnjë grampaqe, është 100% luftë. Ai provokim i pa njerëzishëm që bën me tatimet e norma të ndryshme. Nuk duhet të rrim. Unë theme është koha ka të kaluar, por le ta marrim Hyshen Belliu, birën Korça, provokimi më njerëzor të kësaj qeverie që
ka emrin qeveri se kjo është një grup pushisës agresor, agresiv të mëdhenj ndaj Shqipërisë. Faleminderit, dua mirë kuptim. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit zotëri për telefonatën. Gjithë mirat, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. E përshëndes para folqen. Kemi një qeveri të zoti gazetar, anti-shqiptare. Shofim se si po shkatron çdo ditë kombin, po shkatron çdo ditë bizneset. Duke fillu, ne ka vite me fjalë, po duke fillu që nga viti i kaluar me fjalë. Më dëgjon? Po. Që nga viti i kaluar, u mor me këto tendat e me këto çadrat. Jo që ato që ishin me ngjyrë të zezë, vuri me ngjyrë bezh tash. Sa ju krijoi probleme të gjithë pronarëve, megjithëse kishin marrë dhe kredit vjedhë, megjithëse ishin në Ka linja dhe me zotërim, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti gazetar. Përshëndetje, zotëri. Shqipëria ka 35 vjetë që ma e tek nga komunistat. Tani, këta 35 vjetë nuk i ka votuar populli. Këta votuar i bëj vetë gjitha. Jo, populli nuk merë pjesë të këta. Këta janë armiqtë e vëndit. Këta nga kanë masakruar, kanë 85 vjetë. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Ore, sa ema këta dalin çdo ditë vetëm nxin. Nuk është se qeveria nuk ka probleme. Probleme ka shumë bile. Edhe unë për shembull kam një problem, po jo me nxjerrje me fol shumë në këtë mënyrë shumë ekstremiste, si më thon. Okej. Edhe unë kam një problem lidhur me kadastrën. Nxjerr vendime qeveria, vendime lidhur me këto oborret në përdorim. Po. Ka 4 vite që kanë nxjerr këtë një vendime, pa edhe vjet nxori një tjetër në dhjetor. Kemi bërë një emision për mënyrën e aplikimit, zotërisë. Nëse e mban mend, mund ta gjesh në YouTube, kemi bërë një emision me avokatin Erel Daga, po, do ta kemi edhe sot. Kam dëgjuar. Po, se ka ndryshuar procedura me ndryshimin e ligjit. Kam aplikuar, kam dëgjuar edhe. Kam aplikuar. Po? Kam 4 vite që kam aplikuar. Ankohem, se s'bas një veprim, asë gjë, ankohem, njëtët përgjigje, sigur përgjigjet qatë GPT-ja e jo njëria, ka njerëz aty ke Albani që përgjigjen, që janë ankesët. Njëtën shpreje, është në proces, duhen ca ditë. Duhen ca ditë kur ka ngalu vite. Po mos e nxirr, zotëri, tani mos e nxirr. 150 ditë është afati. Kuptoj, po, a thej që s'duhet ta nxim tani. Urdhra? A thej që s'duhet ta nxim. Po pjesë ka probleme, po jo edhe aq mas ekstremet. Ka probleme thash, po jo me folë edhe ne shkon pse e dira ma bën, pse e dira ma pusët, se këta e problemet. E kuptoj. Përshëndes. Faleminderit zotëri, shpresoj që ta zgjidhësh në 4 vitet e ardhshme problemin që ke me pronën. Mirëmëngjes. Dhe të lutem durim dhe mos e nxi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje fare, po tamam se nga të Elena flet. Urdhëro zotëri. Respekt veçantë ty. Faleminderit, më thuaj. Janë disa persona, po? Pak të një 3, ai Shkodrani dhe këtë Elena që isha fundit tash i kam 35 vjet, ditë për ditë. Kam edhe një tjetër i patriotit tim, një Reshat, ai thot me ndërgjegje të pastë, thot me ndërgjegje të pastë Saliu, thot është kështu, është ashtu. Ka të drejta, se e morë nga qoba, isha ndej, e bëri oficer Shiku, erdhi dhe mori tokën aty tek Palati Sportit Partizani mrapa, dhe edhe vilin aty e sa që oficeri i Shikut, dhe tani thot, lira, atë thot, Saliu thot është i pa dekshë, i pa gabush. Po mirë, ne tani kemi rregulluar këto probleme. Problemet tjera që ndrojnë? I kam parë që paka shumë ti po i largon, po problemi është që ne jemi vendi çuditërave, o djalë, jemi vendi çuditërave. Neve jemi gaz i botës. A nuk e di që ti prokurorin që ishte e lidhur me mafjen, prokurori shtetit me rrubin brenda të makinë, u rrafshua vdiqë po pa polici, nuk e di që prokurori jo. Hajde po ta bëm deputet ne, bën Saliu deputet.
A nuk e deshe ti atë Gjin Gjonin ekonomist, ashtu logarita, ashtu gjyqtar? Jo. E bem deputet ne kërkon logari atë gjyqtarve. Këto janë vendi çuditërave këtu. Se do ti edhe zënë kryeministër se ka vjedhur ka bërë gjëra ne këtë, e Rama e çon prap atje. E çon prap atje në Fier. Pavarësisht ajo është për e qirku dhe pyti. E kuptoni? E kuptove, zotëri, duhet ta mbyllim. Sot të ftoj të marrësh një ditë tjetër. Përshëndes, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me avokatin Erald Daga. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit, siç do të premte kam deri në kënaqësinë të kem në studio avokatin Erald Daga. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, mirëmëngjes. Do të flasim sot për legalizimin dhe për disa specifika të caktuara, kushte ndryshme që kanë qenë raste të cilat janë kaluar, në fakt edhe raste tjera që janë pritje shumë të ngjashme të tilla. Dhe do merrem me raste specifike, për shembull, kur objekti informal është vetë deklaruar nga shtetasi X, por fëmijët e këtij shtetasi, për shembull djali i shtetasit X, martohet dhe vendos të jetojë në këtë shtëpi. Si procedohet më pas, sepse është tjetër kusht tashmë që jeton, nuk është më personi i cili ka bërë vetë deklarimin për legalizim. Atëherë, dhe kush e përfiton? Po, kush e përfiton? Kur u miratua ligji për legalizimin, që ai viti 2006 dhe ky i 22/20-s, në parim thanë që thjesht do kaloj pronësia të personit që do jetë vetë deklarues, por nuk patëm parashiku të gjithë pasojat e tjera që do vinin. Që do thotë që në rastin konkret, nëse për shembull vetë deklarues do ishte, dhe ka siç ka plot raste, që vetë deklarues është një person, pra një individ, ai që mund ta kenë ndërtuar e tjerë, dhe pastaj, në atë shtëpi, pavarësisht momentit të vetë deklarimit, pra e vetë deklarim 2006, 2007, 2008, dhe fëmia i tij i martohet në 2010 dhe leja legalizimit lëshohet në 2015, në 2016 është lëshuar. Pra, krijon disa situata juridike. Situata e parë juridike është kush do të jetë ai përfituesi, do të jetë ky që e ka vetë deklaruar, do të quhet momenti i dhënies lejes legalizimit, pra që rezulton që djali me bashorten tjetë martuar, pra do të përfitojnë dhe këto tjerët. Ligji nuk i ka zgjidhur këto, por këto rast pas rast janë zgjidhur nga gjykatat kur palët ka pasur pretendime. Nuk ka rast specifik, por në rastin konkret, për shembull, si personin që e ka vetë deklaruar, pavarësisht në momentit, pra e ka përfunduar godinën, e ka vetë deklaruar, s'ka pasur mundësi për shumë të amerte lejen e legalizimit në momentin që vetë deklaroj pasi të martohet djali. Por edhe pavarësisht se ka marrë lejen e legalizimit pasi u ka martuar pra djali i tij dhe bashortja mund të ngrejnë pretendime që ai përfiton, pra thënë që okay, gjatë kohës që ne kemi qenë të martuar dhe kemi jetuar te baba, ne kemi ndihmuar, kemi kontribuar, bla bla bla. Por këto duhet i provojnë. Pra është çështje e të provueshmërisë që pra atyre mund të lindin pretendimet? Pa tjetër. Janë mbushur gjykatat me të tilla procese. Ka shumë të tilla? Ka shumë. Dhe janë specifike se do kalojmë edhe te mollat e vëllezërit. Janë shumë specifike rast pas rasti që gjykohen. Dhe këto trajtohen zakonisht nga gjykatat civile, pra e rrethave gjyqësore ose jurisdiksionit përgjithshëm civil, që ka të bëjë me paditje e njohjes pronësisë. Por në rastin konkret, pavarësisht se vetë-deklarimi është bërë para se të ishte për shembull krijuar çifti i ri? Pavarësisht kësaj, sepse të gjithë, pra, ku ndaj argumenti juridik që një pjesë e avokatëve thënë që argumentojnë pjesën e dhënies lejes legalizimit, se vetë-deklarimi është një akt deklarativ, nuk është ai që krijon pasoja. Pasojat i krijon thënë leja e legalizimit, ajo të bën me titull pronësie. Pra duke qenë që leja e legalizimit është lëshuar gjatë thotë kohës kur ne kemi, pra ky djali apo nusja në kam bashkëtuar me personin që ka vetë deklaruar, të edhe në lindet drejta, sepse kemi qenë atë shtëpi që jemi njësoj bashkëpronar, pra hyn në cilësinë e bashkëpronarit. Ky është një pretendim. Ndërkohë pretendimi tjetër, ose më i fortë që kanë bërë gjykatat, është që
me vërtet, pra nuk e lidhin momentin e lejes legalizimit për të njohur pronar tjerët në momentin që është lëshuar leja e legalizimit, sepse thotë është një moment që krijohen vonesa për shkak të vetë institucionit që po ta kishte vetë deklaruar, ta kishte legalizuar në 2006 apo 2007 ose në momentin që ka bërë vetë deklarimin, ta nuk do të njihesin. Plus gjasat që personi që ka vetë deklaruar që e provon, pra arrit ta provoj që ky e ka ndërtuar, që ky i ka thënë edhe fëmijëve hajde jetoni etj, ka më shumë prova në favor ti. Pra, nuk është që ndahet me fikësh as pas rasti, por në pjesën më të madhe... As nuk merret a priori që... As nuk merret a priori, prandaj duhen gjykuar ras pas rasti. Dhe, siç e thash, gjykatat janë mbushur plot me proceset e tilla dhe të gjithë tani kanë filluar të diskutojnë që mirë morëm lejen e legalizimit, po tani kemi halle të tjera, do ndajmë edhe bashkëpunësinë, se ku di ta ko. Pra, vuajtëm ja 10 vite, 20 vite për të marrë lejen e legalizimit, tani na dalin edhe bashkëpunëtar të tjerë, pretendime të tjera. Po në rastin konkret që sapo citove, një qëndrim që mban më shumë pesh është që pavarësisht lejes legalizimit kur është lëshuar, si përfitues, si bashkëpronar, pra do të ose si pronari vetëm do të jetë personi që e ka vetë deklaruar. Personat e tjerë, pra, nga momenti që është lëshuar leja e legalizimit, do duhet ka një barë të madhe prove. Do duhet provojnë që janë ata që e kanë ndërtuar, pra që kanë marrë pjesë në ndërtim, që kanë thirrë grupet e investimit, pra ato ndërtuesit, grupet e ndërtimit, që kanë paguar qoftë taksat që kërkon të Luizni atëra apo kadastra, taksën e infrastrukturës, taksat administrative të tjerë, dhe që kanë pas edhe të ardhura. Pra, barën e provës kanë shumë të madhe. Nuk është që ishte ndarë me thik, por praktika sugjeron dhe i ka dhënë më shumë drejt personit që e ka vetë deklaruar në këtë rast konkret. Tani ky rasti i dytë që do trajtojmë është interesant shumë. Tani, në rast se një qytetar ka marrë një leje ndërtimi dhe e përfundon lejen e ndërtimit ti, por edhe te i kalon bën një kat shtesë. Tani e bën vetë deklarimin për të katin shtesë. Ndërkohë është martuar gjatë kësaj periudhe. Përfiton bashkëshorti nga kati shtesë? Edhe kjo sërish është nga ato raste që po haset në përgjykata. Që ligji... Po i kërkojnë kur divorcohen, apo i kërkojnë që në fillim që ndajnë gjërat? Kur divorcohen. Pjesa më e madhe kërkojnë gjatë divorcit. Se kur janë të martuar, kur çifti është i martuar, është gjithçka vaj, gjithçka në rregull. Bën baklava përpara, gjithçka lulëzon ecën mirë. Të gjithë këto problematika lindin pas mbarimit të baklavas. Pas mbarimit të baklavas. Edhe që mbaron dhe shërbeti. Tani, në rastin konkret, të gjithë pretendimet që ngren një bashkëshorti, pra ai bashkëshorti që nuk ka qenë vetë deklarues, thotë që shiko se me vërtet ju e keni pas të ndërtimet e tjerë, por nga momenti që jemi martuar, edhe unë kam kontribuar në familje, thotë duke që kemi kontribuar në familje, dhe ka dalë, është miratuar leja e legalizimit, pronësinë e kemi fituar gjatë martesës, thotë dhe duhet të nënshtrohet regjimit martesor. Ku është ai debati madh që ndanë të gjithë juristët? Unë për vetëm personalisht mbaj qëndrimin që momenti i pronësisë në rastin konkret me vërtet nuk është shumë i thjeshtë, është pak kompleks, por do të takoj, pra, e drejta ka buruar që nga leja e ndërtimit. Pra, leja e ndërtimit e ka pas bashkëshorti i parë, ose bashkëshorti, se më këtë qenë bashkëshorte. Në momentin që ka pas një leje ndërtimi dhe është ndërtuar një katë shtesë, ligji për legalizimin, si ai 2006, si ky ligjit 20-2020, ka parashikuar që për ndërtimet që janë në tejkalim të lejes, apo për katë shtesë, pra që është një katë shtesë jo në përputhje me lejen, leja duhet i kaloj personi që ka lejen e ndërtimit, pra sepse ky presupozohet që është personi që ka investuar. Por gjithsesi, edhe nëse supozojmë është bërë vetë deklarimi, pa pretendon njëri nga bashkëshortët që është bërë vetë deklarimi në 2010, ndërtimi ka qenë në vitet 2000 me leje ndërtimi, dhe janë martuar në 2009 ose në 2011, momentin që është dhënë leja legalizimit në 2015, thotë se edhe mirëmbajtja e shtëpisë, pa katit dytë e tjerë, mund të hyjë pjesa që quhet e regjimit martesor, por këtu duhet ndarë pastaj pjesa që çajmë te regjimi martesor, edhe ato që janë krijuar gjatë martesës,
para martesës. Për shembull, fakti është që gati para shkruar para martesës me leje ndërtimi, po fakti është që ndërtimi është shkruar në bazë të një leje tjetër ndërtimi, pra në shkeljet lejes ndërtimit, dhe ligji e ka thënë që personi që ka kryer ndërtim në shkeljet lejes ndërtimit do t'i kalojë këtij personi. Është shumë komplekse, por në rastin konkret, unë personalisht do të, pasi tush po t'isha i gjyqtari e kështu, më shumë të drejta do t'anonte nga personi që ka lejen e legalizimit, pavarësisht kohës kur është pra lejen e ndërtimit një kaçes, pavarësisht se kur është lëshuar leja e legalizimit për të dy katet. Çfarë bën legalizimi? Me vërtet ke pas pra ndërtuar, ose siç kanë ndërtuar shumë shqiptar me leje ndërtimi para viteve 90, por edhe 96, 98, dhe nuk kanë arritur dot ta certifikojnë pronën. Dhe duke qenë që nuk e kanë certifikuar dot pronën, e kanë vetë deklaruar. Edhe kjo një idiotësi tjetër, që pse duhet ta vetë deklarosh një gjë që ka qenë ndërtuar dhe ka pas procedura tjera, por i kanë hyrë kësaj rruge. Në rastin konkret, bashkëshorti në maksimum mund të kërkojë pjesën e bashkëpunësisë të përfituar gjatë martesës, jo atë që ka qenë kryuar më përpara. Pra për këtë një kaqin. Vetëm për një kaqin dhe aty duhet të provojë. Ose pjesën që është dalë nga leja. Të leja mund të dalin dy katet. Me lejen e legalizimit mund të dalin të dy katet. Pra, në maksimum që mund të nga leja ndërtimit, them. Nga leja ndërtimit ishte një kat. Me lejen e legalizimit mund të legalizohen të dy katet. Më kupton? Okej. Se leja legalizimit nuk thotë të legalizoj katin e dytë dhe katin e parë me që ke leje ndërtimi nuk të regjistrojnë. Por regjistrojnë të dyja, por bashkëtuesit, edhe bashkëtuesit, dhe shumë e rëndësishme kjo, se themi martesa, por kodi familjes ka dhe konceptin bashkëtues. Pra nëse thjesht është çështje provueshmërie, pra ka dy persona që jetojnë bashkë, pra kanë edhe fëmijë, por thjesht nuk kanë bërë celebrimin. Edhe bashkëtuesi i lind kjo e drejtë. I lind e drejtë për të pretenduar për pronë, në rast se është bërë legalizimi. Sepse edhe këta ndërtojnë asaj që quhet regjimit martesor, se regjimit të bashkëtesës, pasurisë përfituar gjatë kësaj. Që do të thotë që në rastin konkret, kati i parë, nëse do kishte një vendim gjykate që do ishte i drejtë, kati i parë do të tekonte personin që e ka ndërtuar me leje ndërtimi. Kati i dytë pastaj do të shtrojë debate gjyqësor që kush e ka ndërtuar, ku është ndërtuar. Pra jo specifikisht duhet lidhur me momentin e dhënies lejes legalizimit. Se dhënia e lejes legalizimit me vërtet krijon një titull pronësie, por nuk ka krijuar titullin pronësisë në momentin që ka qenë i përfunduar objekti, apo që personi ishte i gatshëm që në momentin që ka vetë deklaruar që ti ishte pronar. Është çështje administrative që vënohet në kohë, por kjo nuk do thotë që ta kesh përfunduar objektin në 2010-ën dhe martohesh në 2015-ën. Në 2015-ën, në 2016-ën, miratohet leja e legalizimit, bashkëshorti tjetër t'i lindje drejta që me që kjo është fituar gjatë martesës legalizimit, takon në gjysmën e pronësisë apo pjesa e bashkëtorë. Pra kjo është një pretendim që nuk qëndron shumë, por ka pretendime, pra kjo lloj pretendimi çohet në gjykata dhe her pas here edhe ka pasur sukses. Po, për rastet që ju përmendët, që qytetarët të cilët kanë kërkuar dhe kanë bërë vetë deklarim për legalizim 2006 dhe e këtej, pavarësisht se ndërtesa e tyre ishte e ndërtuar para viteve 90, e bën vetë deklarimin vetëm një nga familjarët. Tani, si qëndron pretendimi për vëllezërit dhe motrat, të cilët mund të jenë trashëgimtar të pronës vjetër? Edhe ky është një nga çështjet që akoma nuk ka një praktik që ta ndaj, se kjo është akoma më e komplikuar, sepse nuk është çështje që lidhet në momentin e lejes legalizimit që kush do të përfitojë këto drejta, cili nga bashkëshortet apo rasti konkret që kishim me djalin edhe me teatin. Kjo ka bëjë me shumë bashkëpunëtar. Pra është një ndërtesë pra që pretendohet që është ndërtuar para viteve 90. Për lehtësi është për lehtësi, aty kanë jetuar siç janë ato familje të mëdha shqiptare, motra e vëllezër, por që motra e vëllezërit mundet edhe të për shembull kanë lëvizur në për familjet e tyre, në për shtëpiat e tyre, por ndonëherë kanë ngel kjo shtëpia e vjetër, që si është shtëpia babës apo shtëpia e nënës, që thënë shumica e tyre. Dhe shfutur për lehtësi për të legalizuar nga personi që për shembull ka jetuar aty. Po të jetosh aty s'do të thotë që është automatikisht pronë jotja. Jetosh, sepse kjo nuk është që e ka ndërtuar ky person, ky thjesht ka bërë vetë deklarimin. Ky është pastaj një pjesë që trajtohet dhe pjesët e motrave dhe vëllezërve, ose atyre që kanë jetuar aty te kjo shtëpi më përpara, apo që detyr ka qenë një shtëpi e trashëguar nga prindrit,
i linde drejta që pavarësisht se leja legalizimit ka dalë në emër të atij që e ka bërë deklarimin, edhe ata të kërkojnë pjesën e bashkëpronësisë. Kjo është bashkëpronësia, kanë të drejtë pretendojnë bashkëpronësi. Në këtë rast, motrat e vëllezërit kanë të drejtë, kanë më shumë, si thosh, bazë ligjore, më shumë fakte dhe prova për ta provuar që kjo ndërtesë nuk e ka bërë, supozojmë, e Klevini, por kjo ndërtesë ka qenë e babës Levini dhe motrat e vëllezërit natyrisht po vetë deklarimi nuk deklarimi është akt deklarativ. Nuk është cilësuar origjina e vjetër në këtë rast, apo jo? Po pikërisht prandaj këto çështje zgjidhen nga gjykata, sepse edhe institucioni pra i legalizimit, ASHK-ja, kadastra që merret me këtë nuk do të bëj proces gjyqësor që di cila është origjina. Ata kanë një proces vetë deklarimi, shikojnë personin, bëjnë automatet përkatëse dhe e legalizojnë kur s'ka pretendime tjera që nuk ka dikush që ka shkruar për shembull ankesa që mos e legalizo se ne kështu etj etj. Momentin që shkruan pra, kur dikush ka vetë deklaruar një ndërtim, momentin që persona tjerë, motra dhe vëllezër, apo edhe kufitar, persona që kanë pretendime bëjnë ankim në ASHK, atëherë pezullohet procedura. Mund kërkojnë komshinët që të pezullohet? Po, mund, sepse kanë pretendime pronësore e zemë për tokën, për mundet, por si vepron këtë rast ASHK-ja, se e ka zgjidhur ligji, më përpara u pezullon automatikisht kushdo, qoftë edhe komshi, qoftë edhe një që ka inat, i pezullon me ligjin e 2006-s. Ligji i 2020-s, pra ligji numër 20, e kaloi këtë pjesë dhe thoshte që do të vijoj të legalizohet, qoftë ku ka konflikt pronësie apo në bashkëpronësie, do të legalizohet pa përcaktuar emrin, pa do jetë kjo prona këtu e legalizuar pa përcaktuar pronarin përfitues, pa pronar përfitues, dhe momentin që dikush do të fitojë gjyqin, do të kalojë në emrin e atij që do fitojë gjyqin. Se më përpara u pezullonte dhe rinte pezull. Kto thanë do ta pezullosh, ndërkohë që merreni me gjyqje, kur të dali vendimi gjyqësor, atëherë hajde dhe regjistroni pronën në emrin tuaj. Pra, në rastin kur është një shtëpi e vjetër dhe një nga familjarët e ka vetë deklaruar, pavarësisht se leja legalizimit mund të miratohet në emrin e tij, tu duhet të ketë shumë kujdes sepse edhe po themi familjarët e tjerë, motra, vëllezër, kushërinj, tafëm që kanë të bashkëtuar aty që është një pronë e vjetër, mundet dhe kanë më shumë të drejtë për të kërkuar që t'jenë të njihen si bashkëpronar. Qartë. Mirë, besoj se e zëruam gjithë rastet. Sot ishte interesante si bisedë me raste specifike. Faleminderit shumë avokat për gjithë shpjegimet. Do të presim tani telefonata për pyetje nga qytetarët, orientim juridik që mund të kërkojnë për jush. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran, për këtij momenti duhet i hapur në pritje të telefonatave tuaja. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Urdhro. Okej. Urdhro. Jam një qytetar dhe kam një problem, nisoj avokatit e kam ndërtuar shtëpi para viteve 1988 me vendim të komitet ekzekutiv. Po, jeni drejt për drejt për ju dëgjon avokati Aga. Ashtu dhe, me vitë verë 710 metro, me AMTP, të përfituar me 7500 njësin, me vendim të formës së prerë, më kupton, më dëgjon? Po. Ashtu dhe, tani më ka ndërhyrë ASHK-ja, kur unë jam për stretin proces gjyqësor se ka fituar 3 vendime gjykate. Po. Tani ka ndërhyrë ASHK-ja, e pjeli. Çfarë ju thot ASHK-ja? ASHK-ja ka ndërhyrë, ka bërë, nuk ka regjistruar vendimin e formës prerë. Të vitit 2016. Në çfarë pretendimi? Në pretendimi se ndërroj 20 drejtora. Edhe gjëra se ku një proces gjyqësor nuk më ka nejtur dosjen në ASHK-ja. Të gjitha dokumentat. Nëse keni vendim të formës prerë. Po. Dhe ky vendim e formës prerë refuzohet të ekzekutohet nga ASHK-ja, mund të drejtoheni me kallëzim penal. Por mos harroni që me vërtet mund të keni një vendim gjyqësor të formës prerë. Nëse ky vendim nuk është shoqëruar me një hartë treguese, ligji 20/2020 edhe ligji kadastrës e pamundësojnë ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Pra do duhet që vendimin gjyqësor ju ta kishit dhe me një hartë. Nëse e keni dhe me hartë, me plan vendosje të pronës që ju keni, atëherë
ju keni 100% të drejtë, por nëse është pa hartë, atëherë këtu është problematike situata. Unë hartën e kam. Ai është i bashkëlidhur vendimit gjykatës. Harta duhet jetë... Jo, nuk ka marrë ekspert zotëria. Atëherë, ky është problemi që ASHK-ja nuk ju regjistron pavarësisht se keni një vendim të formës prerë. Për çka ka ndodhur Klevin? Ka ndodhur që shumë qytetarë kanë shkuar, kanë hedhur në gjyq hipotekën, kanë fituar procese gjyqësore apo palet e tjera. Por ndërkohë janë përcaktuar ato kufit, por nuk ka një hartë vendosje. Dhe ligji si ligji i 2020, si i kadastrës, e pamundson regjistrimin e çfarëdo lloji vendimi gjyqësor i cili nuk është i shoqëruar me hartë. Pra, kur është dispozitivi i gjykatës vendosi një çka ka vendosur gjykata, do t'i bashkëlidhë harta. Po gjykata pse e merr vendimin evazim në këtë rast? Po pasbatueshëm, se është vendimi pasbatueshëm. Është thuajsi pasbatueshëm ky lloj vendimi, tani në vitet që janë bërë ndjes se mund të kërkojë llogari. Jo, në vitet që mbas janë bërë këto procese, nuk ka qenë kjo praktikë, se edhe ligji 2020 ndoli. Para u merrën këto vendime, por ligjvënësi, që është shumë i zgjuar ligjvënësi jonë, që kërkon t'ia zgjidhë sa më shpejt hallet i populli, gjen ca kleçka që ti çoj edhe një herë, pra t'i japi drejt organit administrativ që ta fillojë edhe një herë procesin nga e para vetëm për shkak të hartës. Pse vendimi gjyqësor nuk ka hartë? Sepse mendojnë shumë, janë për tilla gjëra kemi deputetët e ligjvënësit më të zgjuar në botë. Faleminderit avokat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje, jeni drejt për drejt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, urdhro. Ja ta uçik në televizorit, flasim në telefon, ju lutem se më ziu kapa. Po, jeni drejt për drejt me avokatin Meral Daga. Përshëndetje, avokat. Përshëndetje. Ja u përmbledh si shkurt. Ne kemi një shtëpi më shumë se 200 vjeçare. Po? Ju po donim më dëgjoni çik. Po. Dhe këtë shtëpi pasi na ndërtuan shtëpinë e re. Në krah të saj, do me thënë bëm një merremetim të shtëpisë. Tani unë e kam konfliktin me shtetin, nuk e kam me njeri. Okej. Dhe dua që kam vendim të gjyqit të vitin 1966, babai tim më bën pronari i kësaj shtëpie pas shumë gjyqjes që kemi bërë. Okej. Pas kësaj, ka dhe gjithë faturat që kemi paguar në bankë, do me thënë në këtë që kemi. Kam edhe një shënim prej bankës që ne kemi paguar gjithë kohën në bankë e shtetit, që e kemi marrë kredit bankare. Dhe vendimi gjyqit të formës së prerë që jemi bërë pronar, babaj shumë pronar në këto. Po cili është pretendimi pra? Vendimi është që babaj... Jo, cili është pretendimi juaj? Ku ka lindur konflikti? Ku e keni konfliktin me shtetin? Po, vetëm me shtetin, sepse unë vete të bëj këto, të bëj certifikat në pronësis, dhe kësa më thonë që me legalizimi. Unë nuk e dua me legalizimi, sepse kanë si përfaqe, e kemi si përfaqe toke. Tani, mund të hi në këtë tjetër, në rrugën tjetër për legalizimin e kësaj banese. Kanë bërë, ja dokumenta kanë. Kanë bërë matjet. Edhe njerë, ju kërkoni truallin apo ndërtesën, se s'po arrit ju? Nuk ka kërkuar me se kuptova, nuk ka dashur të bëj deklarim për legalizim, sepse do të marrë dhe truallin, jo vetëm ndërtesën. Në legalizim merret truall, merret deri në 500 metra katror truall, në varësi të ndërtimit. Nëse ka më shumë, atëherë nuk është legalizimi që zgjidh. Është parashkrimi fitus, nëse pretendojnë që kanë vite për truallin. Të ma gjithë truallin. Edhe një herë. Po pra, me gjithë truallin, dëgjoj avokatin, sojnë se të po shpjegoj. Procesi legalizimit në maksimum që mund t'ju kthej në bazë të sipërfaqes ndërtimore është 500 metra katror truall, procesi legalizimit. Nëse ju pretendoni që keni akte provuese pronësore të viteve më përpara, por që keni edhe mbi 20 vite që këtë truall, pra truall, ju e posedoni, nuk ju asgjith asnjë ligj tjetër përveç kodit civil, parashkrimi fitus duke ju drejtuar gjykatës dhe duke thirrë në gjykim Këshillin e Ministrave, Ministrinë e Financave dhe hipotekën. Parashkrimi fitues zonjë. Po. Vetëm kjo ju zgjedh hallin e truallit, nëse kërkoni më shumë truall dhe pretendoni që keni dokumenta të mëparshme pronësore. Pra që provoni që ka qenë pronë e juaj apo e trashëgimlënësve tuaj. Po falë, vetë vendimi të gjyqit me se mund të aprovohet. Urdhë? Vetë vendimi të gjykatës me se mund të aprovohet kjo tjetër, kjo...
Pra, vetëm me vendim gjykate mund të përfitosh këtë truall mbi 500 metra. Neni për parashkrimi fitues, pra, tha avokati i zonjë. Pra, gjykat tani ta bëjë vendim gjyqi? Se kuptoj. Si i zonjë? Jo, duhet të bësh prapë proces gjyqësor apo me atë që kam? Pra, për truallin duhet hapësh proces gjyqësor. Nuk e di për çfarë keni hapur tani procesin gjyqësor ju. Jo, unë s'kam hapur dërsa. Po pra, disa s'ka hapur do hapësh, pra, nuk po e kuptoj. Nuk po të marrin vesh zonjë, neni 168 i kodit civil parashkrimi fitues. Me titull 169 pa titull. Zonja e ka, me sa kuptoj, pa titull 169. 169 zonjë, hap proces gjyqësor me avokat. Nëse do të fitosh truallin. Kaq, kjo është rruga. Shumë faleminderit avokat për gjitha sqarimet. Faleminderit edhe për kontributin tuaj të vazhdueshëm që jepni për qytetarët. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak. I kthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin për ditën e sotme dhe për fundjavën dhe trafikun deri në këtë moment në kryeqytet. Moti ditën e sotme do të jetë në të kushte pak a shumë të njëjta me ditën e djeshme, me ndryshimin e vetëm që gjatë orëve të para ditës sotme janë regjistruar temperatura 3 gradë më të ulta se dita e djeshme në gjithë territorin e vendit, ndërkohë që në vlerat maksimale do të jemi në kushte identike me temperatura që do të arrijnë deri në 34 gradë Celsius në kryeqytet, por edhe në ulësiren perëndimore, qyteti Durrësit, Lezhë, por edhe Shkodra pritet të kenë temperaturat larta sërish ditën e sotme. Temperaturat e larta pritet të regjistrohen gjatë mesditës, konkretisht në orën 13 dhe 14 pritet që të arrihet dhe piku i temperaturave, ndërkohë që temperaturat do të zbresin gjatë mbrëmjes së sotme, teksa do të arrijnë vlerat deri në 15 gradë dhe 14 gradë gjatë mesnatës dhe orëve të para të ditës së shtunë, ndryshe nga dita e sotme, ku temperaturat gjatë mesnatës kanë qenë më të larta. Pra pritet që nesër dhe pas nesër të kemi një rënje shumë të lehtë të temperaturave, por moti do të jetë sërish i kthjellët pa vranësira, si sot, si nesër, si dhe ditën e diel. Pra, kush ka dëshirë të shkojë në plazh, mund të shkojë në plazh lirisht, teksa nuk do të jenë temperaturat për një ditë optimale plazhi si në verë 35-36 gradë, por do të jenë sërish deri në 30 gradë, kështu që më mirë se sa ajo vapa e nxehtë e padurueshme. Dielli do të jetë gjatë gjithë ditës sotme prezent, gjatë gjithë ditës nesërme, por edhe të dielën, pra prej ditës sotme e në vijim do të jemi në kushte shumë të mirë atmosferike, ku do të kemi mot të kthjellët dhe me diell gjatë gjithë kohës. Gjithmonë, kur administrata është pushim, moti, nuk e di, si pakt duket ky, është shumë i mirë. Dhe kështu do të vijoj për të gjithë fundjavën, si sot, si nesër, ashtu edhe dita e diel. Ky është parashikimi i motit. Ndërkohë do të shohim shkurtimisht edhe trafikun në kryeqytet deri në këtë momente. Sot është dita e fundit e punës për institucionet, kështu që kemi trafik në disa segmente, si zakonisht, po kthehet tashmë në një precedent zakonshëm, trafiku nga kthesa e rrugës Besimalla, rruga e Pallateve Çabej, e deri te fabrika e miellit. Trafik rënduar aty sot. Kemi gjithashtu trafik edhe në hyrjedaljet e Unazës, në zonën e fabrikës miellit, si për rastet edhe për mjetet që duan të futen në fabrikën e miellit, dalin në Unaza, pra trafiku është gati kilometrik deri në Selic, ndërkohë po edhe në kthesën e Selitës trafiku fillon që nga rreth rrotullimi i fabrikës miellit kur jemi në Unazë. Kështu që hyrjedaljet e Unazës sot që kanë tmerr. Gjithashtu edhe dalja e Unazës në zonën e liçenit është ngarkuar, trafiku fillon që para nisjes kopshtit botanik në Unazë dhe gjithashtu trafik ka edhe në daljen e liçenit nga krau i mjeteve që vinë nga Sauku, por pak, jo ai shumë. Me sa duket, ka trafik të ngarkuar sot edhe në Unazë të madhe, nga Astiri në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës
ka trafik në nëst madhe deri te nënkalimi i sheshit i shrethit të Shqiponja. Trafika edhe në autostrad, nga pasi kalon mbi kalimin e Kamzës deri në kilometrin e 2 dhe në kthesën e Rinasit, ka trafik ngarkuar për mjetet që shkojnë në drejtim të aeroportit, por gjithashtu edhe për mjetet që vinë nga aeroporti në drejtim Tiranës në përmjet autostradës Tiranë-Durrës. Ndërkohë, përsa i përket ky ishte trafiku në Unaz dhe në autostrad, përsa i përket qytetit, në qytet kemi gjithashtu trafik edhe në hyrjen juglindore të Tiranës nga Varrezat e Dëshmorëve, pak pasi kalon Varrezat e Dëshmorëve deri te rrethi ekonomikut, ndërsa në qytet brenda trafik ka në rrugën Asim Vokshi, trafik ka gjithashtu në kryqëzimin e rrethit të Zogut të Zi, për mjetet që vinë nga 21-shi në drejtim Zogut të Zi ka pak trafik. Trafik ka gjithashtu edhe në bulevardin Bajram Suri, nga materniteti nga krau tjetër. Sa kalon në rrethin e Shkodrës e deri te materniteti ka trafik ngarkuar mjetesh, trafiku vijon pas gjatë gjithë Unazës vogël deri te ura e tabakëve. Ky është segmenti në qytet brenda që është më problematiku të paktën, dhe gjithashtu problematike është dhe rruga Myslimketa, si zakonisht rruga Ura, për mjetet që vinë nga Unaza e Madhe në drejtim të QSUT-s, edhe pak para QSUT-s, si zakonisht, Shkodër Skënderbej, ka pak trafik si zakonisht aty për shkak fluksit madh mjeteve të qytetarëve që vinë për të marrë shërbim shëndetësor dhe bllokohen te kryqëzimi aty i QSUT-s. Këto janë zonat më problematike deri në këto momente në kryeqytet. Trafiku duket deri diku i ngarkuar, nuk është si dita e djeshme. Dita e djeshme gjatë ditës sidomos kishte shumë pak trafik. Çuditërisht ishte Tirana shumë lehtësisht e aksesueshme. Ndërkohë sot, deri në këto momente jemi në një fazë mesatare trafiku, mund ta cilësojmë kështu. Është dita e fundit e aktivitetit institucional për këtë javë. Kështu që shpresojmë përmirësohet gjatë minutave në vijim, por gjithsesi mund të ketë sërish një fluks trafiku gjatë orëve të pasditës për shkak të largimit të qytetarëve jashtë Tiranës. Me trafikun e mbyllim këtu, koha për të zgjuar për ditën e sotme, koha për të zgjuar i kthehet sërish nesër në orën 7:00, ndërkohë që ne do të jemi sërish bashkë vetëm pas pak me edicionin e shkurtër informativ.